Me emrin e Madh Zot, le të fillojmë aty ku e lëm sa i përket sura 15, që tham lidhen me njëra tjetrën nga sura 10 deri tek 15-ta, që kanë bëjnë me ngjarjet që do ndodhin në kohët e fundit. Dhe tek kjo sura arritëm deri tek vargu 60, ku flitet për gruan e profetit Lut, që do përveç se u ndëshkua, do të ndëshkohet në botën tjetër dhe thuhet që u ngel prapa, domethënë nuk u shpëtua si pjesa tjetër e familjes dhe që u ndëshkua. Shkurtimisht për ata që mund ta kenë harruar përmbajtjen e kësaj sura, tek kjo sura u përmendën profeti Adem, paqja e Madhe qoftë mbi të, dhe shejtani, historia e tij me shejtanin. Pastaj u kalua tek profeti Ibrahim, paqja e Madhe qoftë mbi të, pastaj tek profeti Lut. Gjithashtu tham që këto sura kanë lidhje, jo më kot fillohet me profetin Yunus, historinë e tij dhe çfarë përmendet në këtë sura, cilat histori, radha e tyre, cilët profet, radha e tyre, e njëjta gjë për sura 11, pse pastaj vazhdohet me sura 12 me emrin e profetit Jusuf, paqja e Madhe qoftë mbi të, pse pastaj vjen sura Rufeja, ku tham kjo botë filloi me një si Rufe, do të mbaroj me një si Rufe, do të rifilloj rikrijimi me një si Rufe. Edhe pse për masave tjera. Pastaj pas këtij rufezimi, pas çfarë sura vjen? Vjen sura 14, ku ka titullin me emrin e profetit Ibrahim, paqja e Madhe qoftë mbi të, dhe sura 15, që titullohet Al-Hijr, që ka të bëjë me popullin Al-Hijr, një ndër popull që u ndëshkua sepse nuk besua. Gjithë të popull, para se nuk e di nëse mund të arrim deri edhe tek popujt e tjerë që përmendën, është shumë interesant fakti që gjithë këto popull që përmendën këtu ndëshkohen me tërmet, që të gjithë. Për shembull, historia që përmendën këtu me profetin Adem, paqja e Madhe qoftë mbi të, dhe shejtanin, çfarë është? Se ka të bëjë dhe historia që përmendet, se ka shumë historia të ndryshme për profetin Adem, për shejtanin, për gjatë Kuranit. Menemasia që e kapi shejtanin, arroganca që nuk e pranoi caktimin e Madh Zot, i duk vetja rrath superiore, po themi. Kurse me profetin Ibrahim çfarë ka këtu? Ju lajmërua një djalë me urtësi. Dhe nga ëngjëlt që i vajtën në vizitë tek shtëpia, pastaj shkuan tek profeti Lut, po të njëjtët ëngjël, të cilët i than familjes së profetit Lut, të njëjtën gjë që do ju thot Isa Jezusi, paqja e Madhe qoftë mbi të, që do jetë po nga familja e Ibrahimit në kohët e fundit. Një popull i tjetër që ta ndjek sepse po dalin i xhuxhmaxhuxhet. A dhe ai popull përsëri nuk do ta ndjek, duke pësuar ndëshkimin nga i xhuxhmaxhuxhet. Sepse përsëris masakrën civile nuk ka bërë ushtria islame ndonjëherë që të bën me në krye Jezusin, Isajin, paqja e Madhe qoftë mbi të, dhe Imam Mahdiun. Do ketë luftë ushtri me ushtri, por masakrat në civil, në popullsi civile, do t'i bëjnë një xhuxhmaxhuxhet tek ajo popullsi civile. Sepse prap nuk do ta ndjekin Mesian e vërtet me dy sy në ballë, të shëndetshëm, ku pak më parë u mundën sepse ndoqën Mesian e rrem me një sy të verbër. Dhe gjallë. Pra, do t'ju thuhet e njëjta gjë që ja vini re se çfarë thotë vazhdim nga vargu 61, kur vajtën ëngjël tek profeti Lut, paqja e Madhe qoftë mbi të, e tha nuk ju njoh. Ata thanë, ne kemi ardhur duke sjellur atë për të cilën populli i tij, domethënë dyshonte ndëshkimin. Vim tek ti me të vërtetën, ne jemi të vërtetë. Pra, merri familjen tënde dhe udhto nga fundi i natës dhe shko pas tyre. Dhe që asnjë nga ju mos ta kthej kokën mbrapsh, mos të kthehet pas, domethënë. Mos ta kthej kokën pas. Shkoni atje ku jeni urdhëruar që të shkoni. Siç do urdhërohet Isai, paqja e Madhe qoftë mbi të. Nëse ta zëm se dërgon tani, ima Zot na mëson që ta ndjekim dhe ima Zot besmas bezi. Amin. Pra, e njëjta situatë do përsëritet në kohët e fundit. Dhe jo më kot, e thash që përmendën këto popull
një menimatësi, arroganca, raca superiore, ka që dalin e thonë trosh, Zoti ju ka krijuar juve që të na shërbeni ne. Populli i Lutit ishte populli LGBT. Tani sa dojti një shtet ndaloj ca fondacione, ca fonde që vinin nëpër Ballkan për përhapjen, për gjasmë, për ndihmën kundrejt tyre. Dhe imagjino të dinë sa është fillimi, apo po imagjino që tani dhe ka përhapje të popullsisë ngjashme me popullin e Lutit. Dhe po në vargjet 65, 66 deri tek 75-a tregohet që u ndëshkuan me tërmet, por gjithashtu edhe me gur argjilje nga qielli, fiksisht do jetë edhe në kohët e fundit. Në ditën e Kiametit. Për ata që nuk e dinë, ky popull kur e mori vesh, pasi u tregoi gruaja e vet Lutit, profetit Lut, paqet Madhe qoftë me të, ky popull shkoi që t'i dhunoi, mendoj që janë dy djemtri, në fakt ata ishin dy angjëj, dhe këtu e përsëris ato që thash në një video tjetër, pse disa njerëz thonë pse nuk ka dërguar i Maj Zot angjëj përgjatë historisë njerëzimit. Ja, dërgoi angjëj tek populli i Lutit, por gjithsesi ata nuk i pranuan, madje shkuan që t'i dhunojnë. Madje profeti Lut, paqet Madhe me të, në po këto vargje ju ofroi edhe vajzat e vete, vetëm që mos të bënin, mos të nderonin tek mysafirët e tij. Dhe është interesant fakti që Maj Zot në vargun 72 thot për jetën tënde, ndërsa ja shpallte profeti Muhammed këtë histori, i thot për jetën tënde. Me të vërtetë ata ishin të dehur në dehjen e tyre. Shkonin, po themi, si e gërsira rreth përçak shtëpisë, ju sulën shtëpisë profetit Muhammed, profetit Lut, paqet Madhe qoftë me ta. Kjo tregon edhe që rëndësinë e profetit Muhammed, jetës profetit Muhammed, paqet Madhe qoftë me ta. Dhe është futur tek vargu 72, sura me numrin 72, titullohet Xhinët. Kjo tregon qartë që ishin kapur xhinët shejtan, si për kërpeshi këta njerëz, dhe o burra shkonin sulmonin ca trinj që t'i dhunonin. Dhe pastaj në vargun 73 thuhet që në dalje të diellit i kapi i zuri tërmeti. Dhe thotë ato që ishte sipër ne e kthyem poshtë dhe dërguam si pun shiu, gur, argjilje nga qielli. Ja pa prova për ata që nuhasin. Sigurisht, gjendej në një rrugë të mirë njohur. Ja pra një shenjë për besimtarët. Dhe më kote e më dhëtë ka futur e këto tek vargu 75, ku thotë ja prova për ata që nuhasin. Dhe për bindjen time personale, nëse do kush do shkonte të bënte kërkime aty, se më duket e thotë Maj Zot në vakt tjetër kuranor, madje thotë mos u fusni tek ajo zonë, dhe sot kam parë që tek ajo zonë është si e pambrojtur nga qielli, domethënë vjen ato rrezet e dëmshme nga qielli, por gjithsesi të sigurt që aty do gjendeshin gur argjile nga qielli. Dhe Maj Zot tregon që kjo gjendej, pra ky vend banim gjenden një rrugë të mirë njohur. Dhe thamë në vargun 77 thotë ja pra shenja për besimtarët, dhe tani në vargun 88 kalon tek njerëzit, thotë edhe banorët e Al-Aika ishin zullumqtar. Kush janë banorët e këtij vend banimi? Janë populli i profetit Shuaib. Si u dënuan ata? Po me tërmet. Pse? Vjedhin pesh. Pra një në gjunat që bënin, vjedhin pesh. I një në hak tjetrit, si thotë Maj Zot, bënin zullum në pasurinë e tjetrit, duke i ngrënë pesh. Vjen me një vakt tjetër që thotë Maj Zot, disa kur bëhet fjalë për ata e duan fiks, ndërsa kur u japin ata të tjerëve, han nga pesha. Ja pra se pse të vinë ditë e Kiametit. Këto lloj njerëzish që përmendën në këtë lloj popujsh do përsëriten, do jenë të njëjtët njerëz, sepse këta jo të njëjtët popull të hershëm, do jetë e njëjta kategori njerëzish.
që përmendën këtu. Dhe ma thotë që u hakmorëm ndaj tyre, dhe që të dyja, tani thotë që të dyja të popuj, edhe ishin në një rrugë të mirë njohur. Tani kalohet tek vargu 80 ku flitet për popullin nga ku merret titulli i kësaj sura, që thotë çfarë ishin këta? Akuzonin për gënjeshtar mesagjerët, profetët. Pra, kush do jenë popull që do shijojnë ditën e Kiametit, që do jenë kohët e fundit gjithashtu? Para se të vinë Kiameti, njerëz që akuzojnë për gënjeshtar profetët. Siç bënin këta. Ke sot akoma njerëz që akuzojnë për gënjeshtar dhe profetin Muhammed, edhe profetin Isa, Mesian e vërtet me dy sy mball, paqet me Zot qomëtar, Jezusin. Vinë e thotë më Zot, ne ju a kishim shfaqur shenjat tona, por ata u mënjanuan. Edhe sot e kësaj dite, kush janë ata popull që atëherë? Parim që nga Isa Jezusi paqet me Zot me ta. Ju a shfaqi më Zot shenjat, por nuk i besuan. Edhe sot për profetin Muhammed, paqet me Zot me ta. Po shfaqe më Zot ditë për ditë shenja nga Kurani, faleminderit më Zot. Po ka njerëz që nuk besojnë. E mohojnë të vërtetën. Dhe tani tregoni diçka tjetër, shumë interesante në lidhje me këtë popull. Gërmonin shtëpia, thot, në male. Pastaj në një mëngjes tërmeti i kapi. Ajo që kishin bërë nuk ju shërbeu atyre për asgjë. E thotë më Zot në mos gabofshën në sura 52 që në atë kohë dikush do të tentojë edhe të bëjë një diçka, po themi, si thotë më Zot, nëse keni ndonjë plan kundër meje përdorni. Por vetë plani juaj do të kthehet kundër jush. Nuk mund s'ka plan që për të marrë një ide një ndër ka bërë përshtypje që dikush ka menduar, po themi si ky kuadër që ka mund pas ta lidhë universin si me gozhda, si ky kuadër, as mos zgjerohet, as mos zvoglohet, kështu që të ketë përjetësi në univers. Tani imagjino sikur dikush në një pallat të kalon nga një apartament në një apartament tjetër. Këtë Zot, këto gozhdat ku janë vendosur? Tek ky muri tek kjo shtëpia tek kjo tokë, që Zot mund t'i shkatërron gjithë. Edhe ku do që ndojnë këto gozhdat pastaj të këtij kuadrit? Shkatërron gjithë universin Zot. Askush nuk mund të ikit Zot, por ke sot, për shembull, ndoshta nuk shkojnë të gërmojnë si ky popull, shtëpia në përmalje, por çfarë bëjnë? Kujtojnë se duke vajtur në Mars, sa kujdiun e tjetër, kujtojnë se mund të shpëtojnë më Zot. Pra e përsërit nga një apartament në një apartament tjetër. Si marrim një shembull tjetër, faleminderit më Zot, si një sardele në barkun e një peshku tjetër, pak më i madh, peshku tjetër në barkun e peshkaqeni në barkun e balenës, balena në barkun e detit, deti në barkun e tokës, toka në barkun e universit. S'ka ku shkon. Nuk i ikët dot më Zot. E përsëris edhe ky popull u ndëshkua me tërmet. Dhe ta themi edhe këtë, kjo sura mbaron me numrin 99. Me vargu me numër 99. Sura me numër 99 titullohet Tërmeti, Zelzelja. Bëhet fjalë bashkë për Kiametin. Dhe vargu 85 thotë Zot, ne kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe shkan mes të tyre, për të vërtetë. Ora afrohet. Fal me një falje dinjitoze. Sigurisht, ai, Zoti yt, është krijuesi i gjithdijshëm. Pasi ka paraqitur këto, tani Zot ndryshon temë, kalon tek se Zot është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Tregon që ora afrohet, këta mund ta dinë vetëm Zot, vetëm ai e din edhe orën gjithashtu. Askush nuk ka pretenduar përveç Zot që i ka krijuar gjithçka në qiell dhe në mes tyre. Tha fal me një falje dinjitoze dhe ai është Zoti yt, krijuesi i gjithdijshëm, që ne e kuptojmë përveç faktit që ti bësh gjitha këto, do të kesh titullin krijuesi i gjithësisë, ti je i gjithdijshëm për të bërë gjitha këto, dhe që po ky krijues, po ky i gjithdijshëm do t'i rikrijojë, duke na rikrijuar të gjithëve. Dhe vini re si ndryshon prapë temi më Zot, thotë ne të kemi dërguar 7 vargjet që vinë të përsëritura, bëhet fjalë për sura El Fatiha, sura e parë në Kur'an, dhe Kur'anin sublim.
Pra, duket si ndryshim teme, por po na jep dhe ma Zot na mundsoft ti zbatojmë që shpëtimi është tek Kurani edhe pse sura El-Fatiha. Kushdo, dhe ma Zot na mundsoft që për vetë gjithmonë ta recitoj me sinqeritet, kushdo që mund ta recitoj surën El-Fatiha me sinqeritet do të udhëzohet. Për shembull, kam bërë përshtypje kur them nga ato lidhja mes numrave, për shembull vargu 2, kapitulli 2, vargu 186. Mi po nuk ka surë 186, atëherë shkon dhe bëhet 21:86. Sura 21, vargu 86. Mi po janë ca vargje, për shembull, mos gabofsh në sura 26 që dalin 5 numra, po s'ka, nuk bën dot lidhje me 5 numra. Po themi ti lidhish, ta marrësh një numër të kalosh tek numri surave, edhe janë 4 numra, 21 siç e tham 21:86. Për shembull, sura 26, po vargu është 186, të na del tepër ki numri 1. Ja po themi vargu kapitulli sura 21 me surën 86 po e lidhim. Ose që edhe me vargje. Po ky një ishë ndoli tepër. Ky një ishi për çdo herë që për një varg caktuar, jetë caktuar, ka urtësinë që zgjidhja është ky sura El-Fatiha, ky recitimi El-Fatiha. I ma Zot na mundsoft. Për herë për vete do ma Zot besmas brezi, amin. Edhe kur është 2, dhe asnjëherë nuk është 3 e 4, vetëm kjo ndodhet vetëm me 1 dhe me 2, sepse s'ka vargje me numra që ti kalojnë këto. Bëhet fjalë që urtësia e saj është tek sura 2, El-Bekara, Mushqira. Pra, duke ndruar temën e edhe si zgjidhja është kapja mas Kuranit, dhe i ma Zot na mundsoft e përsëris, do i ma Zot besmas brezi. Dhe pastaj prap në vargun 88 gjithashtu jepet duket si ndryshim teme, po është si këshill për të shpëtuar gjithçka u përmend, që mos përfundojmë si këta popull. Mos hudh shikimin tek disa gjëra që u kemi dhuruar disa çifteve si shijes në këtë botë mes tyre. Mos u sikletos për ta dhe shtrinj, po themi, gunën tënde drejt besimtarëve. Dhe i ma Zot na mundsoft dhe do i ma Zot besmas brezi. Amin, është shumë interesant fakti nëse lidhim këto me numrin e surat 88 që thamë është të vorbulla. Do futet gjithçka në vorbull. Dhe thuaj, duhet pastru harami. Ma Zot na mundsoft që mos jemi haramxhi, do i ma Zot besmas brezi, amin. Dhe thuaj, unë ju kam paralajmëruar qartësisht për një diçka që ka zbritur tek disa të tjerë që ishin kundërshtar. Ja, si u përmendën ata që ishin kundërshtar. Dhe vargu 91 është shumë interesant që vazhdon thotë ma Zot, dhe ata që e konsiderojnë Kuranin të ndarë në pjesë, për atë Zot, ne do t'i marrim pyetjet të gjithë mbi atë që kanë bërë, nga vargu 91 tek 93. Unë akoma nuk kam parë, domethënë, ndoshta ky sekt akoma nuk ka dalë, ose unë nuk e di, që ta konsideroj Kuranin në pjesë të ndara. I ma Zot gjithësi na mos shikoj mos imi tillë dhe doj ma Zot besmas brezi. Edhe mbyllja që i bën i ma Zot gjithashtu tregon që këta e bëjnë si pasojë e asaj veprimeve të tyre shkojnë drejt këtij devijimi. Dhe i ma Zot vazhdon gjithashtu në vargun 94 thotë shfaqe pra çfarë të kemi urdhëruar. Dhe largohu nga politeistët, shumë zotësh, ata që pandejnë se ka dhe Zot tjetër përveç vetmit Zot. Ne të kemi mbrojtur, thot, sigurisht nga ata që tallen dhe nga ata që i shoqërojnë ma Zot edhe i shpikin ma Zot sigur ka një hyjni tjetër. Shpejt do ta marrin vesh. E dim dhe tani vini re, është jashtëzakonshme. Jemi tek vargu 97, vini re, vargu 97, 98, 99. Para se të recitoj, po them, vargu 97, sura 97 titullohet me natën e katërt, sura nata e katërt. 98-a, sura 98, vargu 98 është këtu, që mbarojnë këto 3 vargjet e fundit. Sura 98 ka emrin El-Baina, prova e qartë. Kush është prova e qartë? Jezusi, Isai, Mesia i vërtet, paqet madhe zëmi ta. Kurse këtu vargu i fundit është vargu 99. Cila është sura me numrin 99? Zelzelja, tërmeti, kiameti, tërmeti madh, kiameti. Pra vini re, natë e katërt, Isa Jezusi paqet madhe ta, dhe Zelzelja, kiameti. Faleminderit ma Zot
një ndër temat, faleminderit ma Zot, këtë muaj që kaloi, muajin e Ramazanit, një diçka madhështore që më dërgoi Maja Zot në lidhje me këtë, që i Maja Zot Isa Jezusin, paqet ma me të, do ta zbes natën e katërt, do jetë natë katëri. Ajo natë që Isa Jezusi, paqet ma me të, do ta zbesi Maja Zot në xhamin e Damaskut, tek minarja e xhamisë së Damaskut. Po e tregoj shkurtimisht si histori, ndërsa po studia diçka tjetër në Kur'an, po lexova një varg, edhe më erdhi ky lloj konkluzioni, di shumë si rrufezim. Por nuk u ndalova as po themi nuk e pohova, ose nuk e mohova me veten time, vazhdova të studioj për atë që po studioj. Ndërsa po studioja edhe disa vargje të tjera, prap në disa kështu fluturim si konkluzion e njëjta gjë. Dhe mundsoj Maja Zot që me një lloj këndvështrimi ta studioj komplet nëse me të vërtet Isa Jezusi, paqet ma Zot, do zbritka natën e katërt. Por pak para, ndërsa më ndodhte kjo, faleminderit Maja Zot, provova një formulë, edhe e mbaj mend si tani që po flas, shkova deri me një farë pike, po themi niset nga një vend, nga Italia, të marrim si shembull, Francë, Spanjë, Angli, prap dola tek Italia. Mi po kisha mundësi të vazhdoj. Dëshira ishte si doli si formulë, doli e sakt, gati desha të ndaloj, mi po që ta mash sakt nuk është mirë të ndalosh, të gënjesh veten. Kështu që faleminderit Maja Zot, ma doroj Maja Zot guximin që të vazhdoj, sepse mund të vazhdoj. Po ndërsa vazhdoja nuk ishim në të njëjtat vende, unë po e marr si shembull këto, si krahasime, si metaforë. Po themi tani ishte nga Italia, në Danimark, në Suedi, Norvegji, Rusi, Shqipëri, prap përfundova në të njëjtin vend, në Itali. Por nuk e mora, po themi, si temë studimi. Po faleminderit Maja Zot, pastaj edhe me një këndvështrim tjetër, dhe është madhështore faleminderit Maja Zot kjo, por nuk po e tregoj për momentin, edhe për një arsye, nuk e di se në kjo video ka kohë që ta them apo jo arsye, sepse nuk duhet ta tregoj atë studimin e kësaj. Por bëj një diçka për shtypje, faleminderit Maja Zot, përveç kësaj, që ndërsa po lexoja të njëjtën sura dhe të njëjtat vargje që faleminderit Maja Zot komentova tani. Gjithsesi, domethënë i Maja Zot do ta zbres pikërisht në atë momentin që e mori, nga kjo deri që edhe momenti që e ka marrë i Maja Zot atë natë që e ka shtu, ka qenë po në atë katëri. Pra ata që ka qenë afër mjesit. Nata nuk mbaron. Se do e zbres ku do thirret ikameti. Ikameti për ata që nuk e dinë është kur thirret ezani, pas 5 minuta, 10 minuta thirret ikameti dhe fillon lutja, namazi. Në moment që do thirret ikameti, i Maja Zot do e zbres. Kur mbaron nata, kur angjëjt që kanë zbritur për ditën, që zbresin nga qielli për ditën, që janë quhen angjëjt e ditës, dhe angjëjt që kanë qenë natën në tokë, e falin bashkë namazin e sabahit, pastaj ata të natës ngrihen dhe të ditës qëndrojnë. Pra nuk ka mbaruar akoma nata. Nata mbaron masi falet namazi dhe ata ngrihen. Domethënë nga fundi i natës katërit do e dërgoj Maja Zot Isa Jezusin, paqet ma me ta, në ndërkohë që jashtë asaj xhamie do jetë Dexhalli duke kërcënuar bashkë me ushtrinë e tij. Mesia falso me një sy të verbër. Dhe pasi faleminderit Maja Zot do munden dhe ato që tham për mos i përsëritur. Pas këtyre shenjave të mëdha kush vin? Vin Kiameti. 99-ta sura Zelzelja. Po ajo që po thuja, faleminderit Maja Zot, më qelloi, dhe kjo nuk ka të bëjë me këtë lloj këndvështrimi, me këtë lloj studimi lidhje që do i Maja Zot e zbres Isa Jezusin, paqet Maja Zot natën e katërt dhe gjithsesi çdo kush që beson, ndërsa po e them tani e beson. Momenti më i përshtatshëm që të zbres Isa Jezusi, paqet Maja Zot, natë e katërt. Dhe faleminderit edhe për mëritjet e Maja Zot, për ata që nuk e di, mbrasti si e thash me një video shkurtër dhe u bë sebeb jo këtë muaj Ramazan, një ngjarje një muaj Ramazan tjetër. Ndërsa kisha bërë një program, dhe ishte 10 natë që funit e muajit Ramazanit,
edhe mbarova pak herët, ishte akoma natë, dhe thash po marr një abdestri, kur doja tek dera, si ndjesi instinktivisht, thash mos që kjo që ka natë 4. Instinktivisht, ishte natë xhuma, natë tek. Edhe po instinktivisht desha të kthehem edhe të bëja atë lutë që kisha programuar, por në moment më kujtuaj që i kisha bërë. Edhe gjithsesi, mora abdestri dhe u ktheva, kishte kohë akoma. Dhe u bë sebeb ajo natë që thash, që ka për ata që nuk e dinë, që ka pas thënë profeti Muhamedi paqet me ata, gjithashtu që kujdes mund të jetë edhe përveç në 5 natëve të fundit, duhet pas kujdes edhe nëse është natë xhuma, sepse natë xhuma do jetë natë e fundit e kësaj bote gjithsesi. Dhe natë e fundit po natë kadi do jetë natë e fundit, nesërmën do jetë kiameti dhe do jetë ditë e xhuma. Më bëri përshtypje lexova një hadith që ka pas ditur, edhe kafshët domethënë ishin të tmerruara natën e xhuma, se nuk e dinin a do lindë dielli nesër, do e dinin për ditën e kiametit edhe gjallësat e tjera, ndërsa njerëzit i majzon mos ose jemi të kujdesshëm gjithsesi. Pra, jo vetëm që natë e xhuma do jetë natë e fundit, po do jetë edhe natë kadri ajo natë. Edhe nesër do jetë ditë kiameti. E njëjta gjë edhe për Isa Jezusin paqet me ata. Përveç shpallëve që thash, për ata që nuk e dinë. Përveç shpallëve që gjithmonë kanë zbritur natën e kadrit. Dhe thash, ndërsa po lexoja këtu para se ti komentoj prapë. Siç e kam thënë në video të tjera, më ka ndodhur kush e di sa herë që imazhet më gallruar të reja ndërsa po komentoja që nuk i kam pas shkruar në për libra. Si në këto që komentova nga fundi, se kur i kam botuar ato që thash për këto 5 sura, nuk kam pas dituri që Isa Jezusi paqet me Zotin shumë do zbes natën e katërt. Po përveç asaj, ngjausi me një dikë tjetër, isha në xhami dhe pash që kishte vazhduar dikush që ka hap një shkollë private, duke më publikuar nga librat që më imazot dhe nga videot pa miratimin tim, pash që kishte vazhduar. Edhe pash një sura që kishte vazhduar, po nuk hyra ta kontrolloj se çfarë ka thënë fare. As nuk kisha afër se çfarë kam shkruar për këto sura dhe çfarë kam regjistruar për këto sura. Vetëm e mora të komentoj dhe më dhuroj Majzot disa tre që më përpara nuk i kam pas botuar. Nuk i kam pas regjistruar. E njëjta gjë ndodhi edhe këtu tek disa sura që mos e Majzot të kuptoj disa gjëra. Por edhe për momentin nuk po e zbuloj. Edhe si për t'ju thënë këtyre paha, se më thua ke 20 vite që pse hape shkollën para 20 viteve, përveç atyre 4 opsioneve që ka dhënë gjitha të ndryshme, përveç atyre fix që ke botuar nga libra dhe nga videot që më gëdoj Majzot. E sa tjera, faleminderit Majzot, një ndër gjërat madhështore, faleminderit Majzot gjithashtu që lidhe me sura 85 Buruq, që faleminderit Majzot mendoja pse kjo sura titullohet me shërënësi mund të kenë. Përveç asaj që mundësoj Majzot të kuptoj kush dhe sa tjera, po shërënësi mund të kenë ato që quhen konstelacioni, që ne i përkthejmë kulla, po në fakt italisht torre është kulla. Po themi konstelacioni quhen kulla, po janë disa yje dhe përbëjnë një konstelacion yjesh. Vetëm pa jo dhurej Majzot, si shmi ka dhuruar mua. Pa, ma thonë, dhe e përsëris edhe sa tjera, më së se nuk e kisha kuptuar. Se edhe ato taktikat që do flasim për ato krahasimet, si ca krahasime që i fshive nga live, po i fshive ti për faleminderit Majzot i kam regjistruar unë. Dhe të bëhen dy, një që i ke marrë palejen time, një që i ke fshehur, i ke fshirë. Duke ti nxjerrë unë që mos të ke një plan ti. Po faleminderit Majzot që ma ka mësuar ta kuptoj edhe planin që pse ti e bëje këtë. E megjithatë unë i publikoja. Derisa pseudohozh Fajdeziu, që ka shpikur promovimin e Fajdes në historinë e gjithë njerëzimit brenda në xhami, më sulmoi me bandën e tij, thash pa ti lëje. Bashkë me ato. Ndonjëherë dikush gritë si miu, dhe po janë ca tjerë që janë akoma kanë bërë më shumë zullume. E pe telefonatën,
Po të analizoj pak telefonatën. Po është duk i rejnë në ta profeti Muhammed paqet madhë me ta, është duk zullumet. Fjallë e parë, doli gënjeshtër. Fjallë e parë. Gjithsesi, për ata që nuk i kanë ndjekur videot, shkurtimisht, nga këto 5 sura, po t'i lidhim historit, do me thënë, me njëra tjetërën, du të pas parasysh, do e mazot ndoshta një video tjetër, sepse nuk dua ta them gjysa. Profeti Yunus e përsëris historia e tij. Ato që përmendën aty. Radha e tyre. Ajo që u thanë me profetin Hud, e njëjta gjë. Përmbajtje, siç e thamë tek sura 15. Por u përmend filani. Po për çfarë çështësh u përmendën? Se kanë bëjnë për çfarë çështësh? Siç e thamë për profetin Ibrahim. Do dërgohet një pun nga familja e Ibrahimit, bashkë me Imam Jezusi, Isa i Mesia, paqet madhë me ta, edhe Imam Adiu, pun nga familja e Ibrahimit, gjithsesi janë të dy. Do dërgohet për shpëtimin e besimtarëve të botës në atë kohë. Dhe u përmendën ato popuj që u përmendën gjithë të dënuar më tërmet. Pra vjen profeti Yunus, që thamë ajo në fakti tjetër madhështor, në lidhje me vetë Isa i Jezusin, paqet madhë me të, që kështë pas thënë po në Bibël, presin një shenjë, që e thash në këto komentet po këto video, presin një shenjë, në mrekulli. Nuk do të keni mrekulli tjetër, përveç mrekullisë së profetit Yunus, paqet madhë me të. Që do thotë, Isa Jezusi, paqet madhë me të, do rikthehet prap, si që rikthye Yunusi, paqet madhë me të, ata që i besuan shpëtuan. Ata që nuk do i besojnë prap, do në ndëshkohë. Pas të kemi profetin Hud, poplin e profetit Hud, çfarë profetson ngjarja që u përmendën aty. Pas të kemi profetin Jusuf, paqet madhë me ta. Do vinë lehtësimi me Isain, me Imam Adiun, e njëjta gjë do të thotë. Siç u tha profeti Jusuf vëllezërve të tij, ju kam falur. Ata e ndoqën. Prapë do të thotë, ju kemi falur, do të munden. Ju kemi falur, hajde, shkojmë në Mal Sinai se të dalin gjysmë Maxhuxhit. Nuk do të vinë. Pastaj çfarë do ndodh? Kiameti, rrufezimi, rrufeja. Fillimi, mbarimi i botës me një të tillë ka ndodhur, por sigurisht më të fuqishme, rikrijimi gjithashtu. Aty ku thotë fryrë e surburit, vorbullve. Fillimi është po me rrufezim. Me një si rrufe, që ka edhe britma është e pak krahasueshme. Dhe pastaj ç'ndodh? Ndahet. Ibrahimi çfarë përfaqëson? Monoteizmin. Si thotë më të Kur'an. Ishte monoteist, ndiqni shembullin jemi në fenë e Ibrahimit. Ishte monoteist, nuk ishte shumë zotësh. Ishte musliman. Ishte në Islam. E vetëm feja e pranuar. Që thamë, me çfarë mbaron? Me 52. Kush është sura 52? Tek Mali Sinait du të me shku. Kush futet aty shkon tek Mali Sinait. Kush nuk futet, para në ushtrin me Isa Jezusin, paqet madhë me të. Rasti se prap, ju ja them sa herë që takoj ndonjë krishter, me cilin ushtri do të futesh? Ke dy lider. Një është Mesia falso, po ka falso apo jo falso, nuk ja them në fillim. Njëri pretendon që është Mesia, po ka një sy të verbër. Tjetri thotë jam Mesia, po ka dy sy të shëndetshëm. Mi pa aty tek ai me dy sy të shëndetshëm, faleminderit me Zot, dhe me Zot na mëson, dhe me Zot besojmë bezë amin që të jemi musliman. Ku do futesh? Ta tek ajo ushtria me atë Mesian me dy sy të shëndetshëm. Mirë, më sa. Po, si që thamë, faleminderit me Zot, më kujtoi diçka tjetër, tek ajo që publikova. Ndërsa po studoja madje këtë, nëse po studoja atë surën që thash Kur'an kur pash dikë që po kishte vazhduar të publikonte në shkollën e tij private, edhe kalom mrastisi që të kaloj pastaj nga një sura tjetër dhe shkova tek ajo që ishte vargu 2, sura 2 vargu 133, ku thuhej, ku vërtetohej që fëmijët e Israilit, profetit Israil Jakubit e respektonin Ismailin, paqet mos me ta. Të tillë, po ta marrim tani këtë 2:133, 21:33. Çfarë është 21-shi?
Si titullohet sura 21? Profetët. Po 33-shi, sura Azab. Ai koalicioni i të keqës që u mblodh kundër besimtarëve, kështu, ngjashëm do jenë ata. Dhe kush e mendon si ata, si fëmijët e Jakubit, do bën pjesë në ushtrimin e Isajt me e vërtet, me sjelljen e vërtet me dy sy të shëndetshëm. Kush nuk e mendon, kush e ka atë racizmin kundër, do u fut do të aliancohet, siç u aliancuan atëherë me jo besimtar, me hipokrit, e me lloj zullumqari. Do jetë në ushtrim kundërshtar të Isajt, Mesias vërtet, bashkë me Imam Mahdiu. Dhe sa më tani dolim tek sura 15, shkurtimisht. Kush çfarë përfaqëson sura 15? Ata që u përmendën këto që u përmendën, do thotë që cilët lloj njerëz do jenë në kohët e fundit. Menim dhe arrogancë, racë superiore, nuk pranon me caktimin e të majtë Zot, ta dha ty, nuk ma dha mua, unë jam më i mirë se ti. Pastaj kemi ajo që është si hariq, falënderit ma Zot në lidhje me profetin Ibrahim, paqet ma Zota, ashtu do dërgohet, siç u dërguan angjët që ndiqni këtë lloj drejtimi, dhe se do ndëshkohen të tjerë, do dërgohet Isa Jezusi, paqet ma Zot me tonë. Pas përplasjes shkoni këtej. Dhe u përmend kush populli i lutit, pse do ketë një stil, ja, kanë filluar me shumicë. Pastaj kush u përmend? Populli profetit Shuaib, ala i ka hanin pesh. Hanin hakun e tjetrit. Imazhet mos që kur mos jemi të tjerë nga populli tjetër që përmend më vonë. Çfarë? Përgënjeshtronin me profetët. Përsëri që më kot e publikova dje pa dia videon që disa njerëz duke menduar se ndrojnë shejhat, nuk më ndryshojnë caktimin e të Madhit Zot. Se e kanë parë për shembull që me këtë lloj populli, me këtë lloj shehash nuk mund t'i bëj disa gjëra unë. Çfarë të bëj? Të ndryshoj shehat, të ndryshoj popullin. Mundohem të largoj nga feja që bëj çatë më tekët. Po kurrën e kurrës nuk do të ndodh që dikush bën marrëveshje me ju, me ato që donin të bënin marrëveshje ju. Edhe sikur mos të ndodhur ajo që ndodhi, do ta kishin shpikur një ata. Dhe një diko që më habiti që dole tha, Filani do me bëj luftë me Iranin se do me ish president, se do me shpëtuat pushtetin e vetë. Thash, unë mendoja që ja kanë thënë planet edhe burat, vazhdojmë ta realizoj. Po jo, kjo më dha të kuptoj që ai s'di të gjë për planet. Kjo tregon që këta zullumçar nuk ja tregojnë planet as atyre. Që e kanë burrat, i grumbullojmë muslimanët krishterë, ti mashtrojmë, tu dërgojmë qeveritarë që duam ne, edhe ti hudhim kundër Juxh Maxhuxhve. Që na janë paralajmëruar si ndëshkim si pasojë asaj që kemi bërë. Se për fat keq ka akoma edhe muslimanë që mendojnë që Juxh Maxhuxhi janë atje poshtë tokës. Ndërsa janë sipër tokës. Dhe ata e dinë shumë mirë se kush janë. Gjë që gjithsesi nuk do të ndodh kur. Nuk do të ndodh kur. Siç nuk do të ndodh kur marrëveshja. Është hadithi sakt që do të ndodhet marrëveshja musliman krishterë. Nuk u përmend tjetër kush, nuk do të ndodh. Kur është krijuar që të vinë deri aty ke dera. Aty pret që të bëjnë marrëveshje. Edhe sikur ta ndryshojsh gjithë italianin, ma Zot ta ndryshojsh gjithë popullin, gjithë shehat. Kudo, çfarë do lloj shteti. Nuk ndodh, një lloj marrëveshje që nuk e ka caktuar Madhë që ndodh, nuk ndodh, sepse s'duan ata. Me atë lloj sekte, ata s'kan pranuar të pranojnë juve. Mua, hishe ma hish. Ju kanë quajtur, po ju quajnë dhe ju quajnë gjithmonë skleber. Racë inferior. Edhe është kjo që do t'i shojë dhe të humbes dhe ndëshkimin, këtë botë dhe në botën tjetër. Por disa se them disa duket sikur po përhapin, në fakt po bëni të keq. Jeni kundër, po i bëni keq diturisë, që ju duket se po përhapi, kështu që o burra, ose jam ba mirë se unë o burra të vjedhi, se më lejohet mua të vjedhi, në fakt po luftoni diturinë. Se duhet bërë një letër e hapur, se kështu letrat mbyllura ose nuk shkojnë ose s'kan efekt. Gjithë. Se kura, falënderit Madhë që kura sistemi zullumçar i faraonit,
kur vetë edhe mbori përshtypje punë e Karunit dhe hyra ta shikoj. Nga studimi islamet isha ta di u glabruan nga toka kur ishte në Egjipt apo pas i doli, pas eksodit. Studimi islame po pa referenca thonin që ndërsa ishte në Egjipt. Biblia thonte ndërsa ishte në Egjipt. Por ama nga Biblia dilte që ishte distancuar nga faraoni. Ishte bërë xheloz me Musajin, Harunin, paqet madhë me të, kishte mbledhur ca sekte, ca grupacione, duke investuar me lekët e vet, nuk kishte pranuar që t'jap zakatin, po themi të më bëjë si një grush shteti kundër profetit Musa, paqet madhë me të, por kishte qenë distancuar nga faraoni. Kurse sot akoma ke që nuk janë distancuar nga faraoni. Jo nuk janë distancuar, po vazhdojnë nga faraoni i shekullit. Dhe me sa duhet mbledhur këtu, do të bëj një letër e hapur publikisht, po duhet sponsorizuar ajo letër e hapur, që të marrë vesh gjithë botën. Duke filluar me atë orën e famshme, pse jo dhe sigurisht udhëheqësi tjetër. Po ndoshta ata po na presin ne si popull që të çohemi, që thonë se ndoshta dhe i shantazhojnë, ku e dim na, ma e Zot e din. Ja, po më detyron populli, duhet me bëj një gjë. Minimalisht çfarë mund bëjmë ne gjithë? Mos me shku më në vizitë, ose në tjetër, ne ma Zot na mund sot, po ka ardhur koha që me ja bën një ndalesë. Le të shkojnë, nëse nuk duan, le të shkojnë në vizitë ai që faraoni i shekullit të 21 dhe ata që e mbështesin. Të shkojnë të bëjnë vizitën edhe atë tjetën që kemi për detyrim. Ma Zot na mund soft. Amin. Të shkojnë ta bëjnë ata. Edhe ta ngushtojmë pak. Edhe ai ndoshta atë të pret. Thot, pa më ka detyruar populli, do ta bëjnë diçka. Si mund do të më marrësh dikush që s'ka përcaktuar akoma se ku i ka qoshet të shtëpisë. E ka ngatruar trashëgimin. Po ta shikosh trashëgimia ajo që përmenda, trashëgimia e profetit Ibrahim, trashëgimin ndryshojnë. Pa ata thanë, jo, ju s'keni drejt. Nga sa vërtetohet po, nga Biblia që s'kishte lidhje trashëgimia e deljeve dhe e gomerëve që dhuroi faraoni me trashëgimin e Sitok. Ishte premtuar të dyve, në fakt e ka realizuar ma Zot premtimin e Ibrahimit, jo ka dhuruar të dyve. Dhe siç e pa me Kurani, profeti Israil, profeti Jakub, fëmijët e tij e respektonin dhe e njihnin profetin Ismail, paqet me Zot që me ta. Dhe nuk ishin racist apo mohues ndaj tij. Pa nisën ato telefonatat. Kam studiuar me disa andaj nga vendi im edhe kemi bërë s'do mu zgjat më shumë. Me disa tjera që subhanallahu është me ti publiku është turpi botës. Po nuk dua ta prish videon se edhe disa gjëra të rëndësishme, për shembull se super të rëndësishme i kam dëgjuar disa tjerë në për disa kanale tjera YouTube, si tek njëri që sigurt ja ke dhënë ti pas e ta ka dhënë dikush tjetër ty, po ai person shkon e thot një diçka komplet falso në lidhje me Medinën. Dhe njerëzit kur e marrin një referencë, thotë këtu më pas ka thënë sakt, kujtojnë se ka drejtë edhe para tjetër pastaj. Disa duket sikur i ka fut i mallkumi. Ose me qëllim, ose vetë nga budalliku i vet, shkon e thot diçka jen për Medinën. Si po të thonë musliman gjosh, do të ndodhjes, hajt, le të rrim, se do të ndodhje. Dhe po thonin për ata që nuk i kanë ndjekur 5 videot, në vijat shkurt rast si për mbledhje shkurt që këtu pra përmendën tek sura 15 përmendën se kush janë të kundërt e personave që ndjekin Ibrahimin, i mazot gjithmonë
të ndjekim fenë islame të përhershme, me shembull e profetit Muhammed, paqja të Madhe qoftë mbi ta, dojë mazot besmas brezi, amin, dhe vini re se çfarë mbyllje madhështore e këtyre 5 surave. Në rresht. Si që thash, këto nuk, para këtij muaji Ramazan, nuk ja kam pas idenë. Kur është botuar libri lidhje me këto 5 sure, grup surash, këto nuk, as ide dhe diçka familje, ato diçka interesante, as vetë kur nuk ka pëlqyer, për shembull, të mendoj se kur do zbresë, kur do i shikoj disa madje me titull shejhash, edhe të përgatitur, edhe doli për shembull një paracakosh ata do zbresë Imam Mahdiu. Thash, si thot ky që do zbresë Imam Mahdiu kur s'ka ndodhur marrëveshje musliman krishterë. Pastaj thash lërë, ndoshta do t'u jap njerëzve zemrën për situatën që po kalojnë hajt. Se nuk është se nuk e dinë. Pra kur nuk është se kam menduar ndonjëherë se të rrit studioj thjesht adhurat që nga një varg kur nisur nga një varg kuranor, hop derisa edhe pas disa vargje kuranor të tjera sa i formundi që thash ndoshta u dashka studiuar. Dhe vendosa edhe ta them familjet me Zot, pasi më doli duke folur me një të krishterë, që ai nuk e mohon, i kam folur për natën e Kadrit, madje interesohet her pas here se kur është. Thash ja, imagjino, Isa Jezusi paqja të Madhe me të, se ç'lidhje ka me natën e Kadrit, ndërsa disa njerëz jo vetëm që nuk e besojnë që ka qenë musliman, si çdo profet tjetër, po t'i pyes për muajin Ramazan, po t'i pyes për agjërimin, po t'i pyes për natën e Kadrit, si disa të veçela se nuk ka thonë Zoti kështu në Kur'an për namazin, s'ka thonë për haxhin, s'ka thonë për Ramazanin, po s'ka thonë me agjëru, kot pa lidhje. Ndërsa ja. Vetë dalje gjithë këtyre mrekullive nga Kurani, tregon se mos afër ka fillu ajo rrjedhja det. Edhe pse i mazot me si do të mazot Kur'an, atyre që nuk besojnë, një duket larg atyre, po ne na duket afër. Se kur i mazot thonë një vakt ndoshta është afër, ajo që e pyesin profetin Muhammed paqja të Madhe me të kur është ditë e Kiametit, ndoshta është afër. Edhe kur themi në afër, po ku po kalon kaq vite, për ne duken shumë vite, po. Pra nuk është se kur thot dikush afër, nuk kuptohet pikërisht një ditë e 2 ditë. Gjithsesi dojë me Zot, do shikoni me 3 të tjera dojë me Zot. Dhe faleminderit e pamërit vetëm me Zot.